Mirëmbrëma të gjithëve nga ky edicion qendror informativ në Top Channel. Fillimisht titujt kryesor në korrik, deputetët e kuvendit i kushtuan buxhetit mbi 707.000 euro duke përfshirë pagat dhe rimbursimet. Pjesën më të madhe të shpenzimeve shtesë zën dietat për udhëtimet brenda vendit, karburanti dhe pagesat për telefonat. Edi Rama theksoi edhe një herë se mbledhja dyditore në Pogradec ishte për të vendosur në qendër qytetarin, ndërsa ministra zbuluan prioritetet për rrugën e antarësimit drejt BE-s, ku në fokus do të jenë industria e armëve, hekurudat, shëndetësia dhe arsimi. Euro po blihet 90 lek në disa banka dhe pika këmbimi ndonë se kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë është 92.44 lek. Në një prej bankave më të mëdha në vend, kursi i blerjes zbriti në minimumin historik prej 89.4 lekësh. Zhvlerësimi godet eksportet, ndërsa favorizon qytetarët me kredi në euro. Përshëndetje, ndër të tjera në lajme do të ndiqni këtë verë shqiptarët që jetojnë jashtë po i kryen aplikimet për pasaporta dhe karta identiteti në vendet ku banojnë, duke shmangur kështu pritjen për të kthyer në Shqipëri, ndërkohë aplikimet e të huajve për leje qendrim janë arritur me 2.5%. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur zyrtarisht akuzë ndaj gazetarit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Ai akuzohet se ka qenë i rekrutuar nga Shërbimi Informativ i Serbisë duke u ofruar dokumente dhe të dhëna që dëmtojnë interesat e shtetit të Kosovës. Donald Trump ka njoftuar se janë hequr të gjitha minat detare të vendosura nga Irani në ngushticën e Ormuzit, ndërsa SBA-t po negociojnë në mënyrë sekrete edhe me Rusin për luftën me Ukrainën, duke e dërguar shefin e CIA-s për bisedime në Moskë. Në korrik, deputetët e kuvendit i kushtuan buxhetit mbi 707.000 euro, duke përfshirë pagat dhe rimbursimet. Pjesën më të madhe të shpenzimeve shtesë zën dietat për udhëtimet brenda vendit, karburanti dhe telefonat. Në listën e përfituesve bie në sy deputet të rinj, ndërsa disa prej parlamentarëve me më shumë vite në politik kanë marrë shuma më të ulta. Ndjekim raportin e Kristi Gongos. Kostoja për deputetët e kuvendit gjatë muajit korrik rezulton të jetë mbi 707.000 euro, ose rreth 65 milion lek. Përveç pagës bruto që shkon për të gjithë ligjvënësit më shumë se 42 milion lek çdo muaj, e për secilin mesatarisht 300.000, deputetët kanë përfituar edhe rimbursime në vlerë 23 milion. Shuma më e madhe e shpenzuar është për dieta për udhëtime brenda vendit, ku në total për muajin korrik janë harxhuar mbi 156.000 euro. Listën në këtë kategori e kryeson kryetari i kuvendit Niko Peleshi, të cilët janë kthyer pas rreth 2.000 euro. Më pas vendin e dytë e mban kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, me 1.900 euro, teksa vlera më e shpesh shënohet të jetë rreth 1.500 euro. Rritja e çmimit të naftës duket se nuk është ndjerë në xhepat e deputetëve, pasi rezulton të jetë vlera e dytë më e lartë e shpenzuar për gjatë muajit korrik, me përafërsi 50.000 euro. Pjesa më e madhe e deputetëve janë rimbursuar për karburanti në vlerën e 40.000 lekëve. Deputetët kanë përfituar edhe kthim parash për shpenzime telefonike, të cilat shkojnë përgjithsisht në vlerë 200 euro. Gjithashtu përfshin edhe honorare për pjesëmarrje në komisione parlamentare në shumë maksimale 24.000 lekë. Ka edhe ligjvënës që deklarojnë qirat e banesave për të cilat rimbursohen, ku çudia është Ana Dajko, deputetja e Partisë Shqipëria Bëhet e Adriatik Lapajt. Ajo pavarësisht se ka deklaruar pasuri mbi 1 milion euro dhe disa apartamente në pronësi, ka marrë rimbursim qiraje në vlerë 140.000 lekë të vjetra për korrikun. Top Channel ka bërë edhe një llogaritje të deputetëve që kanë përfituar më shumë në muajin e fundit të aktivitetit parlamentar, dhe bie në sy që përfituesit më të shumt janë deputetët e rinj. Zamira Sinaje Vlorës dhe Elton Koreshi Fjerit renditen të parët së bashku me socialisten e vjetër të parlamentit Antoneta Dhima, ku për korrikun ka përfituar rimbursim në vlerë rreth 260.000 lekë. Më pas me gati 2.000 lekë më pak renditet i riu i PS-s po nga Fjeri Eriomile dhe Bledi Çomo i Pogradecit. Rreth 255.000 lekë ka përfituar deputetja e re e PD-s Ledina Alolli dhe pasaj renditet deputetja socialiste Zegjine Çaushi me rreth 253.000. Rezultatin si asnjëherë tjetër.
Ndërsa konstatohet se janë parlamentarët më me përvojë ata të cilët kanë përfituar më pak, si Lindita Nikolla me vlerën më të ulët nga PS-ja dhe Sali Berisha nga PD-ja me vlerë rreth 500 euro shtesë. Pas tyre është Agron Shehaj dhe Elisa Spiropali. Në listën e deputetëve me vlera më të ulta të përfitimeve mujore është edhe Ogerta Manastirliu dhe Belinda Balluku. Ndërsa nga deputetët e rinj rezulton të jetë socialisti i Durrësit Lojër Kume, deputeti i PSD-s Tedi Mulaj dhe deputetja e PS-s që u bë e pavarur Mariana Koçeku. Ky është Top Channel. Kryeministri Edi Rama theksoi edhe një herë se mbledhja e 2 ditore në Pogradec ishte për të vendosur në qendër qytetarin, ndërsa ministrat zbuluan prioritetet për rrugën e antarësimit drejt BE-s, ku në fokus do të jenë industria e armëve, hekurudhat, shëndetësia dhe arsimi. Nuk mund të jenë kërkesat dhe ankesat e njerëzve si shishet që hidhnin letrat e amaneteve nga anijet kur mbyteshin në oqean. Ky ishte mesazhi kryesor i kryeministrit Edi Rama në takimin 2 ditor me socialistët në Pogradec. Qytetari do të jetë fokusi i mandatit të 4 të qeverisë socialiste që ka për qëllim madhor integrimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Ne duhet të arrijmë që çdo kërkesë ta bëjmë si një letër. Pra unë e nisa kërkesën, unë e ndjek dhe shoh ku është dhe kush e mban përgjegjësinë. Qytetari shikon halljen e vet në kohë reale, ku shkoi, kush e ka ngec këtu, ka ngec aty. Dhe sistemi e kthen tek përgjegjësi. Dhe aty fillon llogaridhënia e përgjegjësit në atë fazë. Pse e mban? Nga forcimi i sigurisë publike dhe industrisë ushtarake te ndërtimi i hekurudhave. Këto janë projektet kryesore që pritet të përafrojnë vendin me Bashkimin Evropian. Me industrinë ushtarake, zotë kryeministër, me gunën taktikal kemi 75% punimeve të përfunduara në kartierën e saj. Kemi një kapacitet i cili fillon operimin e plot brenda këtij viti. Mars City, një projekt madhor i qeverisë shqiptare për transformimin totalisht të mënyrës se si qasemi sigurisë publike në Shqipëri. Transporti hekurudhor, projekti Tiranë-Durrës Rinas, brenda 31 gushtit përfundojmë konkursin për operatorin hekurudhor. Gjatë 2 ditëve maraton në Pogradec, ministrat zbuluan me detaje projektet për integrimin, ndërsa në shtator do të jetë gati strategjia. Ne kemi një propozim shumë të detajuar. Për herë të parë do kemi në shtator strategjinë. Është e pritshme që në vitin 28 Shqipëria të ketë draftin e traktatit të antarësimit. Po punohet për përgatitjen e projektligjin për kontributin kombëtar të Shqipërisë në buxhetin e Bashkimit Evropian. Turizmi vijon të shënojë rritje, ndërsa me përparësi janë dhe bujqësia, arsimi dhe shëndetësia. Në turizëm, siç e shikojmë, kemi pasur një rritje 6.48% më shumë se sa viti i shkuar. Kërkojmë që të krijojmë dhe bursën e parë bujqësore. Kemi marrë një fond shtesë vetëm për banët onkologjike në 2026 për 26 milion euro. 22.000 mësues parashikojmë për vitin akademik që fillon. Takimi i socialistëve kishte në fokus dhe projektin Besa, ku propozua zgjerimi i mëtejshëm i komunikimit me publikun, ndërsa pritet të realizohet dhe modernizimi i platformës së bashkëqeverisjes me pasqyrë Albania, për sinjalizimin e shqetësimeve të qytetarëve dhe zgjidhjen e problemeve. Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka zgjedhur, siç tha ai, ahengjet qeveritare, ndërsa prej 3 muajsh protestohet kundër një qeverie pa legjitimitet. Kreu i PD-s deklaroi se mbledhja e Pogradecit prodhoi vetëm mashtrime. Fundjavat e ngjeshura të socialistëve nuk kaluan pa vëmendjen e Sali Berishës, i cili ka ndjekur çdo hap në kampin kundërshtar. Prej mbi 3 muajve protestohet kundër një qeverie që nuk ka legjitimitet. Edi Rama ka zgjedhur ahengjet qeveritare me shelegt e Kuçit dhe Koranin e Pogradecit. Protestuesit kërkojnë Shqipëri të re, por Rama u ofron Shqipëri sociale. Edhe Berisha ka ofertën e tij. Shqipëria ka nevojë urgjente për vendosjen e minimumit jetik dhe heqjen e TVSH-s për të gjitha ushqimet bazë. Erion Braçe kërkon që Partia Socialiste të ndezë motorët për betejën e afërt lokale. Sali Berisha preferoi të mos komentojë ambicien e senatorit socialist. Pse do të komentoj unë kur ata shkojnë të nxjerrin syt njëri tjetrit? Berisha zgjodhi të mbajë në pritje demokratët jo vetëm për primaret, por edhe për profilin e kandidatit për Tiranën, ndonse fjalët e mira nuk i kurseu për njërin prej tyre. Ilir Ali Mehmeti është personalitet i shquar i Partisë Demokratike dhe i qytetit Tiranës. Gjithçka do përcaktohet në javët e ardhshme. Socialistët kërkojnë që zgjedhjet lokale të zhvillohen me një hartë të re.
Berisha kërkon që mazhoranca të bëjë një hap pas dhe të presë ekspertizën ndërkombëtare. Është absolutisht e domosdoshme ekspertiza e Kongresit të autoriteteve rajonale lokale të Këshillit të Evropës. Paralelisht me kryebashkiakët e djathtë, të cilës zhvilluan në mesditë një seancë dëgjimore me ekspertët e Këshillit të Evropës, edhe antarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës u vënë në lëvizje, duke kërkuar zyrtarisht 30 dëgjesa për kryeqytetin. Erion Braçe ka përsëritur synimin për të kandiduar për kryetar të Bashkisë së Tiranës pas mbledhjeve të socialistëve në Pogradec. Deputeti kërkon që kandidati të zgjidhet me votën e antarëve të PS-s dhe jo të votojnë një kandidaturë të paracaktuar nga drejtuesit e partisë. Erion Braçe ka zbuluar një temë tjetër të diskutuar nga kryeministri Edi Rama në Pogradec, kandidaturat për karrigën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Nga kombinati socialisti ndau në rrjetet sociale fjalët që i kanë ardhur nga mbledhja për premtime për garën e kryeqytetit, pa treguar emra. Më thonë që jesh dëm Fisto Filanit për që na i kryetari i bashkisë. Jesh thënë Fistekes që po ti do bësh. Jesh thënë të tjerëve filloni punoni se ti e ke mundësinë për të bërë edhe ti do të bësh. Po shumë. Nuk ka gjë më të mirë se sa Partia Socialiste të ketë alternativa. Një prej tyre jam dhe unë. Edhe me thënë drejtën nuk kam pritur të më thot dikush fillo puna. Por Erion Braçe beson në një garë të brendshme, ku vendos vota e socialistëve të Tiranës për të zgjedhur kryebashkiakun dhe jo të zgjedhja e partisë. Unë nuk preferoj të jem njoftim. Unë nuk mendoj që socialistët do të votojnë një njoftim si kandidatin e tyre për Bashkinë e Tiranës. Unë nuk mendoj që qytetarët e Tiranës do të votojnë po prap një njoftim. Ky është ndryshimi. Një proces demokratik ku secili i nënshtrohet votimit dhe natyrisht Tirana merr nga Partia Socialiste njeriu e dur përmes votës. Braçe duket se ka nisur fushatën pa e zyrtarizuar emrin si kandidaturë e PS-s, duke theksuar nevojat e Tiranës për gjelbërim dhe për punë nga mëngjesi në mbrëmje. Euro po blihet në 90 lek në disa banka dhe pika këmbimi, ndonse kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë është 92.44 lek. Në një prej bankave më të mëdha në vend, kursi i blerjes zbriti në minimumin historik prej 89.4 lekësh sot. Zhvlerësimi godet eksportuesit, ndërsa favorizon importuesit dhe qytetarët me kredi në euro. Dobësimi monedës europiane në tregun shqiptar në kulmin e sezonit veror ka prekur minimume të reja, ndonse Banka e Shqipërisë në kursin zyrtar të këmbimit regjistron një vlerë tregtare prej 92.44 lekësh në pikat e këmbimit valutor, bankat e nivelit të dytë apo bizneset të ndryshme. Euro po blihet prej tyre poshtë vlerës së 90 lekëve. Konkretisht, kjo është panorama e kursit të këmbimit që na ofrojnë bankat e nivelit të dytë, në të cilat shkëmbehen dhe vlerat më të larta të monedave, ku 1 euro këmbehet nga 90.5 lek, 90.4 lek, 90.2 lek, ndërsa një prej bankave më të mëdha në vend regjistron këtë të martë një kurs këmbimi prej 89.4 lekësh, duke shënuar kështu vlerën më të ulët të arritur ndonjëherë dhe duke i bërë eurot në duart e qytetarëve edhe më pak të vlefshme kundrejt lekut vendas. Një dobësim i euros është vërejtur më shumë edhe gjatë muajve të sezonit veror, teksa flukset valutore të turistëve, remitancat e sjella nga emigrantët, rritja e investimeve të huaja, si dhe informaliteti në treg kanë bërë që vetëm brenda 3 muajve të dobësohet me 6.31%, thëndryshe nga 95.42 lek në 89.4 lek. Në të njëjtën linjë ndodhen dhe monedat e tjera. Dollari gjithashtu ka pësuar rënit të ndjeshme, duke arritur në 79.23 lek, ndërsa paundi britanik këmbet poshtë vlerës së 106 lekëve. Një rënje ndjeshme e euros kryesisht, por dhe monedat e tjera kanë ndikuar negativisht në shumë sektor. Për Top Channel, eksportuesit kanë deklaruar se do t'i drejtohen me një tjetër kërkesë zyrtare e qeverisë për shkak të humbjeve të regjistruara. Gjithashtu dhe bizneset që operojnë në monedën tregtare me dollar kanë pësuar humbje të mëdha nga rënjet valutore, ndërsa më të fituarit nga kjo betejë janë importuesit dhe ata të cilët kanë pagat dhe kredit në monedën europiane, si dhe borxhi jashtëm i vendit. Për të rritur rezervën valutore dhe ndërhyrë në kursin e këmbimit, Banka e Shqipërisë ka tërhequr nga tregu 95.5 milion euro, gati 3 fish më shumë se në të njëjtën periudhë në 2025-ën, ndërsa deri në fund të vitit planifikon të tërheqë nga tregu 330 deri në 450 milion euro. Por përsëri sipas ekspertëve, ndikimi nuk do të jetë shumë efektiv teksa niveli i euroizimit të ekonomisë
është rritur ndjeshëm. Një politikë e deeuroizimit sipas tyre do të ndihmonte në stabilitetin e monedhës. Gjatë korrikut erdhën në Shqipëri rreth 2 milion turistë, ndërsa statistikat zyrtare tregojnë se gjatë 7 muajve të parë të vitit numri vizitorëve u rrit me 6.5, më shumë në krahasim me 2025. Korriku është muaj kur Shqipëria hyn në pikun e sezonit veror dhe shifrat tregojnë se këtë vit fluksi turistëve të huaj është rikthyer në ritëm më të fortë. 1.955.000 të huaj hyn në vend vetëm gjatë korrikut, 7.1% më shumë se një vit më parë. Është dhe shifra më e lartë mujore e hyrjeve të huajve gjatë këtij viti, por ecuria e korrikut duket më qartë kur shihet në tërësinë e muajve. Në 7 muaj Shqipëria ka regjistruar mbi 7 milion hyrje të shtetasve të huaj, rreth 427.000 më shumë se e njëjta periudhë e 2025-s, një rritje prej 6.5%. Duke qenë sezon veror, kjo është arsyeja më e lartë e vizitave të turistëve, të cilët zgjodhen vendin tonë për të shpenzuar pushimet e tyre. 99% e hyrjeve të huajve janë për qëllime personale, ku përfshihen pushimet, vizitat e të afërmit, ndërsa hyrjet për biznes të arsye profesionale kanë rënë me 8.9% dhe harta e turistëve mbetet e përqendruar te Europa. 1.83 milion hyrje erdhën nga vendet europiane, vetëm në korrik, ndërsa Europa jugore vijon të mbajë peshën kryesore. Me korrikun që kaluam dhe gushti në kulm, turizmi hyn në fazën më intensive të vitit. Sfida për ekspertët tashmë është që ky fluks të mos mbetet vetëm një rekord hyrjesh, por të përkthehet në më shumë shpenzime, qëndrime dhe të ardhura për ekonominë shqiptare. Nga ana tjetër dhe daljet e shqiptarëve u rritën. Në 7 muaj dolën jashtë vendit 4.9 milion shtetas, ndërsa vetëm në korrik 790.000. Për operatorët turistik, turizmi 2026 ka shfaqur luhatje, teksa vrulli të huajve është përqendruar vetëm në disa muaj, ndërsa kanë pritshmëri dhe më të larta për muajt shtator dhe tetor. Këtë verë shqiptarët që jetojnë jashtë po i kryejnë aplikimet për pasaporta dhe karta identiteti në vendet që banojnë duke shmangur pritjen për të kthyer në Shqipëri. Ndërkohë aplikimet e të huajve për leje qëndrime janë rritur me 2.5%. Ndjekim Doriana Bezat. Vera gjithmonë shoqërohet me një shtim të lëvizjes së qytetarëve të cilët kthehen në AD për pushime apo largohen jashtë vendit për të pushuar jashtë AD-ut. Dhe kjo sjell rrjedhimisht një shtim të fluksit në zyrat e Identitek për të pajisur me dokumente identifikimi. Por ndryshe nga një vit më parë është vërejtur se shqiptarët që jetojnë jashtë nuk kanë pritur për të ardhur në AD për të pajisur me këto dokumente. Por aplikojnë jashtë vendit, koha e pajisjes me dokumenta biometrike jashtë Shqipërisë është e krahasueshme me atë brenda Shqipërisë, pra është vetëm 2 javë. Gjithashtu, ne vazhdojmë që të bëjmë projekt në quajtur historikisht si projekti Ishujt. Çojmë ekipin tonë, kemi vende ku nuk ka shërbime konsullore që ofrojnë këtë mundësi. Për të ardhur në ndihmë qytetarëve shqiptar si brenda ashtu dhe jashtë vendit, të cilët kanë pamundësi fizike për të shkuar në zyrat ku bëhet aplikimi për dokumente identifikimi, gjatë këtij viti është arritur shërbimi mobile. Mund të kenë probleme shëndetësore dhe e kanë të pamundur që të shkojnë pranë zyrave të aplikimit. Ndërsa aplikimi për dokumente identifikimi shqiptare është pothuajse në të njëjtin trend me një vit më parë, ajo që është rritur ndjeshëm është kërkesa e të huajve për të pajisur me leje qëndrimi shqiptare. Aplikimi për leje qëndrimi për të huajt është rritur me 2.5 herë më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Vetëm gjatë këtij viti nga janari deri në 24 gusht në Shqipëri janë pajisur me leje qëndrimi 20.629 persona. I moshuari diagnostikuar me fentanilit është infektuar nga mushkonjat në Shqipëri dhe nuk është rasti importuar nga Greqia. Instituti i Shëndetit Publik njofton se ai po trajtohet në spitalin e Korçës dhe është në gjendje të qëndrueshme, ndërsa në zonë ka nisur dezinsektimi. Virusi i Nilit nuk përhapet nga njeriu tek njeriu dhe se jo të gjitha mushkonjat e transmetojnë këtë sëmundje. Ajo e cila e përhap atë ndodhet në vendin tonë. Instituti i Shëndetit Publik deklaron se rasti i parë dhe i vetëm i diagnostikuar me ethet e Nilit është një i moshuar i cili po trajtohet në spitalin e Korçës dhe se gjendja e tij shëndetësore është stabël. Rasti është infektuar si pasojë e pickimit të një mushkonje, duke menduar që personi nuk ka udhëtuar jashtë vendit. Sëmundja është një sëmundje që transmetohet vetëm nëpërmjet mushkonjave dhe jo transmetim nga njeriu tek njeriu. Në Greqi rastet nuk janë vetëm sot, kanë qenë dhe më përpara dhe nuk përbën rrezikshmëri për vendin prania e rasteve në Greqi me ethet të Nilit perëndimor.
Rreth 80% e njerëzve që infektohen me këtë virus nuk shfaqin asnjë simptom ose shfaqin simptoma të lehta. Pjesa tjetër mund të kalojë në forma të rënda të sëmundjes, e cila shfaq temperaturë të lartë dhe prekje të trurit. Në pjesën më të madhe të rasteve janë shenja të një gripi të lehtë dhe kjo përbën 80% të rasteve dhe vetëm 20% të rasteve janë shenja të cilat mund të tregojnë një sëmundje të rëndë, siç mund të jetë një encefalit. Personat të cilët e shfaqin klinikisht në mënyrën më të rëndë janë personat të cilët janë mbi moshën 60 vjeç, personat të cilët kanë një imunitet të ulët, si dhe personat të cilët mund të kenë bërë transplante apo ndërhyrje të rënda. Pra jo çdo person që mund pickohet nga mushkonja dhe jo çdo mushkonjë që na pickon është risk apo është e barabartë me sëmundjen. Ekspertët këshillojnë që të kërkoni menjëherë kujdes mjekësor nëse ju ose një pjesëtar i familjes ka temperaturë të lartë, ngurtësim qafe, dhimbje koke të forta, konfuzion, dridhje ose dobësi të papritur të muskujve. Nga ana tjetër, për të parandaluar, këshillohet të mos mbani ejnë me ujë të ndenjur në oborre apo kopshte, pasi janë vend grumbullimi i mushkonjave. Banorët e fshatit Zhym thonë se Florian Dalladaku, i cili vrau nënën dhe plagosi rënd baban, ishte shtruar 2 herë në spital psikiatrik dhe përdorte drogë. Sipas tyre disa muaj më para, i kishte qelluar me armgjahu drejt dyerve të disa banesave. Detajet e reja zbulohen pas ngjarjes së rëndë në fshatin Zhym të Lushnjës, ku 45 vjeçari Florian Dalladaku vrau nënën e tij dhe plagosi rënd baban. Banorët të zonës thonë se 45 vjeçari kishte pasur prej vite probleme të shëndetit mendor, ndërsa ishte edhe përdorues droge. Sipas tyre, ai ishte shtruar 2 herë në spitalin psikiatrik, por pas trajtimit ishte rikthyer në shtëpinë e prindërve. Ai ka qenë, ka qenë smunë, nuk tash nga funi nuk e di. Me prindër sillte mirë, nuk kishte ne problem me prindrit. Sa çun vjet nuk të çun në pasante ajo. Si këtë bëri këtë polve në madhe, se kishte probleme me familje edhe për para. Dilde kështu ikte, vinde të kej dyqani që kemi një dyqan aty neve, mirë në i paket, dhe shukon e njerës kështu i shukon si me i natë gjoja. Një tjetër episod shqetësues sipas banorëve ka ndodhur disa muaj më parë, kur 45 vjeçari qelloi me armgjau në drejtim të dyerve të disa banesave në fshat. Sipas tyre, rasti është regjistruar edhe nga policia. Shkoj dhe mori shqit të doli kështu, pa... Qëlloj kështu në përporta kështu në përdej, po jo të bëje në... Nuk bëri zarar. Jo, se zarari. Familja Dalladaku nuk rezulton të kishte probleme ekonomike, ndërsa 45 vjeçari kishte jetuar për një periudhë edhe në Itali me vëllezrit, përpara se të rikthehej në fshat. Tashmë krahas hetimeve për ngjarjen tragjike, pritet të verifikohet edhe historiku i autorit, trajtimet e mëparshme dhe episodet e raportuara nga banorët, për të kuptuar rrethanat që çuan në këtë ngjarje të rëndë. Pas krimit, Floriani ka tentuar të arratiset, por është kapur nga policia në afërsi të Spitalit Memorial të Fierit. Sa kaq, në banesën e familjes Dalladaku janë hapur dyert e mortit për ceremoninë mortore të 80 vjeçares Florie Dalladaku, që u vran nga i biri. Po, me frikis. Nuk ka shokuar se ngjarje? Po. Kryefamiljari Hasan Dalladaku, 77 vjeç, gjithashtu i sulmuar me sqepar nga i biri, është duke luftuar për jetën në spitalin e traumës. Bashkëshortët Dalladaku kanë 3 djemë dhe një vajzë. Ata jetonin vetëm me 45 vjeçarin Florianin. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur zyrtarisht akuzë ndaj gazetarit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Ai akuzohet se ka qenë i rekrutuar nga Shërbimi Informativ i Serbisë, duke u ofruar dokumente dhe të dhëna që dëmtojnë interesat e shtetit të Kosovës. E arrestuar një vit më parë, Fatmir Sheholli është ngarkuar me veprat penale të spionazhit e shantazhit nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Sheholli akuzohet se ka bashkëpunuar me Shërbimin Sekret Serb të njohur si BIA në dëm të interesave shtetërore të Kosovës. Sipas akt akuzës, ai ka qenë nën direktivat e Bojan Dimiqit, drejtori i Drejtorisë kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar ndërkombëtar. Sipas akt akuzës, Sheholli është paguar 5.000 euro nga Serbia për shpërndarë materiale me qëllim ndikimi në zgjedhjet
lokale të tetorit të 2025-s në favor të listës sërbe. Materiale dhe parate pranuara nga një person me kapel të zezë në afërsi të shkollës teknike në Mitrovic të Veriut, Sheholli ja ka dhënë për publikim gazetarit Milaim Zeka. Në dosje tregohet se Sheholli Zekën e ka paguar vetëm 1.000 euro për publikimin e materialit në dëmtën e Nadrashiqit, atkoh ministër për komunitete dhe kthem në qeverinë e Kosovës, derisa 1.000 euro të tjera ja kishte premtuar pas publikimit. Zeka, flejtun ja, a je nesër në Prishtinë, të dilën, duhet mu pas e Jonarda Tusenet, të dilën pra shimin sabah. I këshyr ju unë sonte, se tek sot kanë ardhur turshit. I bi unë do turshi, i këshyr i run. Hajt të dilën në akshon pra hajt, qao. A emitohet nesër ajo pjesa ku përmendet Gizi? Ky i Gizit më shkruajti, a vazhdo nesër emitimi? I thash që Zeka nesër kthehet nga Shqipëria dhe emistohet çdo minutë. O, të gjitha dalin. Milaim Zeka në prokurori ka deklaruar se nuk ishte në dieni që Sheholli ishte paguar nga Serbia për materialet në fjalë. Marrëveshja ka qenë që gjithmonë sipas Fatmir Shehollit, Gizi Gjermani ka ndarë 2.000 euro për publikim të cilat 1.000 mi ka dhënë mua kur jemi takuar në Garden dhe 1.000 euro të tjera do të më jap pas përfundimit të publikimit, të cilat nuk mi ka dhënë ende. Si prova në dosjen kundër Shehollit janë përfshirë materiale të shumta të gjetura nga analizimi i telefonit të tij. Në mesin e tyre është edhe një dokument i emërtuar leptirit të cilin ai ua kishte përcjell disa personave. Rezulton se bëhet fjalë për një dokument i përpiluar nga strukturat e sigurimit shtetëror të Serbisë në vitin 2001, i cili përshkruan një plan operativ për kompromentimin dhe rekrutimin e Albin Kurtit gjatë kohës së vuajtjes së dënimit në bugjet e Serbisë. Sipas përmbajtjes së dokumentit, parashihej përdorimi një burimi operativ me Novkën Leptiri për sigurimin e materialeve kompromentuese me qëllim të ushtrimit të presionit ndaj tij për bashkëpunim me RDB-n. Sheholli para prokurorit ka deklaruar se dokumentin në fjalë ka marrë nga zyrtari i BIA-s Bojan Dimiqi dhe pastaj e ka shpërndar te siç thotaj miqshteti në shërbimin informativ të Shqipërisë dhe disa të tjerë. Në telefonin e të akuzuarit për spionazh është gjetur edhe një dokument i emërtuar si Top Secret 2 dhe që për qëllim kishte zbatimin e një plan veprimi që synon destabilizimin e Kosovës, krijimin e perceptimit të saj si shtet i radikalizuar dhe ekstremist, si dhe dëmtimin e pozitës së saj ndërkombëtare. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë. Donald Trump ka njoftuar se janë hequr të gjitha minat detaret vendosura nga Irani në ngushticën e Hormuzit, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po negociojnë në mënyrë sekrete edhe me Rusin për luftën me Ukrainën, duke e dërguar shefin e CIA-s për bisedime në Moskë. Në një kohë tensionesh në rritje mes Washingtonit dhe Teheranit, presidenti amerikan Donald Trump duket se po punon njëkohësisht në dy fronte, lindjen e mesme dhe Rusin. Ai vazhdon të mbajë nën kontroll ngushticën e Hormuzit, pikën kyçe prej ku kalon një pjesë e madhe e naftës globale. Trump tha se Washingtoni po monitoron çdo centimetër katror të Hormuzit. Sapo jam informuar nga Marina e Shteteve të Bashkuara se të gjitha minat janë hequr në ujërat ndërkombëtare të ngushticës së Hormuzit. Irani është paralajmëruar se çdo anije ose mjelt lundrues që vendos mina të reja do të shkatërrohet menjëherë dhe sistematikisht përmes forcës hapësinore. Ne po monitorojmë çdo centimetër katror të ngushticës, siç po monitorojmë edhe malin Pikex dhe 3 vende të tjera bërthamore që janë shkatëruar tashmë. Nga ana tjetër, presidenti Donald Trump ka dërguar në Rusi në një vizitë sekrete dhe misterioze shefin e CIA-s, John Ratcliffe. Ai udhëtoi drejt Moskës me një avion ushtarak amerikan. Vizita e shefit të CIA-s në Moskë në një kohë kur janë intensifikuar sulmet mes Rusisë dhe Ukrainës vijon të mbetet mister, pavarësisht aludimeve të shumta në mediat botërore. Ajo që po flitet më shumë është që Ratcliffe të ketë shkuar në Rusi për lirimin e mundshëm të shtetasit amerikan, Charles Wayne Zimmerman, i dënuar me 5 vjet burg për posedim të padeklaruar të armëve dhe municioneve, të gjetura në anijen e tij. Dhe kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim bashkë. Mirupafshim.